Zanati metalpunuesit edhe pse shumë i lashtë në vendin tonë dal nga dal po shkon drejt zhdukjes. Në Bulqiz, ndër të paktët zanatçin metalpunues që kanë mbetur është Bedri Dervishi. Prej afro 4 dekadash ai ushtron këtë zanat me të cilin ndërton dhe riparon shumë objekte të domosdoshme shtëpiake. Bedriu tregon se gjatë jetës së tij ka punuar materiale të ndryshme si soba ngrohje me druzjarë, kazan për zjerrjen e lakisë deri tek enet e kuzhinës. Ai shton se vit pas viti zanati i tij po sjell gjithnjë më pak të ardhurë ekonomike, pasi ka ndikuar largimi masiv i banorëve nga fshatrat. Meraku më i madh i Bedriut mbetet mos trashëgimi i këtij zanati tek fëmijët, siç e trashëgoi ai në rinin e tij kur e mësoi nga i vëllai. Unë boga 40 vjeç që punoj këtë zanat. Edhe punoj një tinga se më qeftas punoj një shtëpia këtë zanat. Se më ka dhënë vllai im këtë zanatin. Që gjitha, bë kupa kazani, kazane rakie, bë dusha, bërje sëbe, bërje thjeshta, bërje inoksi, çfarë do lloj. Veçave, s'kam pas punë, nuk ai që punon ka punë. Ai që nuk punon nuk ka punë për ta. Vetëm me këtë punë. Nuk kam asnjë gjë tjetër. Puna me ton drejtë, më zanati im ka ra puna. Se she u marr lëmorin xingade. Dhe kam edhe inoksin, edhe kam që kam bërë sobe inoksi. Ço, gup kazani inoksi. Po nuk e di e ngejt çmimet ose ngejt nuk e di, nuk mune me thonë ma ngunj. Kam bo këti bëjnë që ku ka qenë në të kohën e vërhoxhës. Edhe është shumë me kanë kërku këtë lloj, se kanë dalë më të mira këto se sa ato alumini, të janë inoksi. Jeje si të nëtë nuk përnin kalamajt, do shofin jetë dhe vetë. Nuk e duan këtë zanat ata. Në një kohë kur zhvillimi dhe modernizimi po ndryshojnë në ritmin e jetës, zanatet të tilla si ai metalpunuesit rrezikojnë të mbeten vetëm pjesë e kujtimeve dhe historisë. Rasti i Bedri Dervishit është një dëshmi e gjallë për kushtimin dhe vlerës së punës artizanale, por njëkohësisht edhe një thirrje për ndërgjegjësim mbi rëndësinë e ruajtjes së këtyre zanateve në zhdukje, duke rrezikuar kështu humbjen e një pjese të rëndësishme të identitetit dhe trashëgimisë tonë kulturore.